Territori i Kosovës për datën 16 gusht 2026 do të karakterizohet nga mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por mundësia për reshje do të jetë e ulët. Për Prishtinën parashikohet mod me diell dhe temperaturë maksimale rreth 32 gradë Celsius, ndërsa për Prizrenin rreth 33 gradë Celsius. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Era do të fryhej lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:42 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 31 gradë. Skënderaj 15 deri në 32 gradë Celsius. Pej 15 deri në 31 gradë. Prishtinë 15 deri në 32 gradë. Gjakov 16 deri në 33 gradë Celsius. Malishev 16 deri në 33 gradë. Gjilan 15 deri në 31 gradë Celsius. Ferizaj 15 deri në 31 gradë Celsius. Kaçanik 14 deri në 30 gradë. Suharek 16 deri në 33 gradë Celsius. Prizren 17 deri në 33 gradë Celsius.